Mirë se erdhët, shumë është... Mirë se erdhët në emisionin tim 174, pra, është interesante, është fantastike, është e mrekullueshme. Unë do doja të fiknit komplet telefonat dhe televizorët dhe ta çonit vetëm ke stacioni im, që të kishit mundësi të më shikonit. Do një emision shumë interesant, kam ftuar një familje shembull, një familje që është metodë dhe është simbolika e çdo familje shqiptare, familje si ajo nuk e gjen dot as në internet, pra është. Unë e kam provuar, duhet ta kishit provuar dhe ju. Hajde se për. Po. Do fillojmë me Ledio, do fillojmë me një herë pa humbur kohë, Ledio. Do i ftojmë skenën, është Baçi dhe Bedria. Atëherë, mirë se erdhët. Mirë se erdhët. Spostoje pak zonjë, spostoje pak që të ketë kamerat kapin profil, se keni profil shumë mirë. Ledio, është një zonjë e mrekullueshme, Ledio, do kisha qefta. Fokusoj. Është zonjë e mrekullueshme, do doja ta provoj edhe ti, po ky të thyn mes pastaj. Është fantastike. Do fillojmë një herë. Te kafja. Një moment, ju lutem. Me kë flet ti më javë atjes? Është Ledio. Është djalë shumë i mirë. Atëherë. Do fillojmë, ju lutem, do fillojmë sepse publiku e ka shuajtur televizorin dhe e ka lënë ke stacioni ynë dhe është shumë kurioz për t'ju parë. Zonjë, kush është Bedria? Bedria, unë? Jo, fol për Bedrien, kush është Bedria? Bedria, unë dhe më thënë, unë jam... Kam lindur me 34 maj të vitit 1974 gjysmë, po. Ashtu. Dhe jam... Kam lindur nga Lakra dhe shenja e horoskopit është Oklaia. Interesante, është më gjushë. Ledio, ju lutem nuk dua, ky emision tjetë larg politikës, nuk na intereson, e kam shumë inat, nuk i flas me ty. Do kalojmë një, kush është Baçi? Kush është Baçi? Baçi një maskara! Debile! Test mikrofon, Ledio, test mikrofon. Punon. Kush është Baçi? Unë jam me vlla. Ti e, po, diçka për Baçin, diçka për bashkimin. Të shi, unë në emrin gjatë e kam Albert. Interesante. Ledio është tjeta, Ledio. Ne jena den papa den familje autobuzesh. Unë për shembull kam lind në autobus, njësoj si plagu im. E të mërshme. Po e vërdaj, nuk është e të mërshme, thjesht kam lind unë. Po. Të shi, se do thash ne jena familje autobuzesh, dhe si t'il edhe plagu im ka qenë shofer autobuzit. E të mërshme. Jo, ka qenë plagu im, nuk ka qenë e të mërshme. Interesante, Ledio, është interesante. Edhe, të shi, plagu im që ka njof plagën time. U është mëth. Ledio, kjo është emision për drejt, Ledio. Kjo është interesante. O rëbë zoti. Po. Gjënë shi. Po të morshat liga. Ishte të shi, plagu im du në mi gjujt plagën time. Ashtu, interesante. Edhe e pa, e shikote kjo sinalote, më tonë aty ke unaza afër katedralit. Interesante. Je shtyrur. Ju lutem, Ledio, hiqa mikrofonin, Ledio, Mos më përmend tezet Amarildos të shi. Hajde, ju lutem, shpejt se... Edhe që po të thosha në ty, e gjute plagu im këtë kjo sinalote, një ta shtyp plagu im autobus, këtë e rëmbeo. Kjo është interesante. Mas 5 muaj më sa Kjo ne është kam interesante. lindur. Jo, ma nuk është interesante, kjo e të mërshme me të kalu autobusi sipër. Interesante, Ledio, interesante. Ju lutem, jam shumë kurioz, publiku duhet të jetë shumë kurioz. Kam përshtypjen i ka shuajtur komplet telefonat, celular, gjithë dhe televizorët dhe po shikon vetëm këtë kanal. Është shumë kurioz, shikoj, si jeni njohur. Në autobus më daj? Zonja ka... Apo jo, si na njoh në autobus. Tim shtype me autobus,
Dhe pastaj erdhe në spital dhe më the, më propozove. Ta hongsha synin më the. Është interesante, interesante, shumë Ta hongsha synin më the, më let krapisi herë më the. Edhe më krapi. Është e Ledio. Tash edhe mos më denonco. Kjo është jeta. Ju lutem, jam shumë kurioz, shqiptarët duhet të jenë shumë kurioz. Kush është idhulli juaj? Sali Berisha! Ju lutem, Sali Berisha! Ledio, lutem, zon, ju lutem, shqiptar të nderuar do doja të ishim ja larg politikës sepse unë nuk i flas me gojë. Pa politik. Kush është idhulli juaj, zoti Baçi? Tash për mua idhulli im është First Lady parë e Tiranës e drama. Jo, troç me thënë. Ajo. Po çat pëlqen që e di Rama, çat pëlqen, Po përveç kërthizës e Edit, mu më pëlqej me thonë drejtën se o njeri i premaj me pak llafe. E momenti kur pritet shtyllat, ai shtyllat me sopata. Luti fen më burr. Po e ka bë Tiranën më burr. Po e ka bë më burr. E ka thyrë mes më burr. Ju lutem, nuk do bëjmë. bëjmë. Po mundin Tiranës, po ikës. Ju lutem. Ledio, ju lutem zon, hiqi mikrofon. Shiko, ju lutem. Çfarë po më flet ajo me atë kirurgun e vet më burr. Ju lutem. Nuk kam kohë tash për këtë. Ledio, mungon një personazh tu. Mungon një element. Kush më dha? Quhet Amarildo. Është i mrekullueshëm. E gjeta tek shkallët e Pallatit Kulturës Flinte. Më kishte gërvishtur makinën, më kishte çpuar dhe gomat. Nuk doja ta zgjoja nga gjumi thjesht e hodha nga shkallët, e kupton? Është fëmijë shumë i mirë, është fëmijë i mrekullueshëm. Më fal. Më fal. Ledio, stop komplet transmetimi. Shuaj kondicioner se do shfishet ti. Ju lutem. Keni vap? Shumë vap tu lale po. Hiqe, s'ka problem. S'le keq besoj. Jo, absolutisht. Hajde më të shi se ti ritransmetime ke, monto po dush. Atëherë, kam vurë që unë ngjan shumë juve Amarildo. Shiko, Amarildo të shi ka mori çik në tepër nga plaka vet, nga Bedria, më kupton? Shumë interesant. Tamam Amarildo si Rema shoku im i fëmijës. Original fare. Jo, çfarë? Kam një pyetje për zonjën. A ju mungon një vajzë? Një vajzë? Po, Mua më mungon shumë një vajzë, i thash pas ideja ta bëjmë, pa i sprek me dorë, më kupton? Po t'kam thënë një gru boje në të Po si shmenë ta o bëj, burë. si ta bëj? Rema iku ja shtetit, si ta bëj? Është, ju lutem zonjë, është si thon francezë, je te rends ça tu France dit ton enfant. Do vazhdojmë, ju lutem, jam shumë kurioz, shqiptarët duhet të jenë shumë kurioz, kush është dita? Fokusoj. Bedrie. Ky s'ka shkruajt me gjok tumi. Ledio, hiqa mikrofonin Ledio. Dita ideale. Jo, hapja Ledio, dita ideale. Dita ime ideale. Kush është dita ideale? Shi. Dita ime ideale, se unë me thonë drejtë ngrihem i çik herët. Interesante. Ara 12 e drekës ngrihem, avash. Interesante. Edhe i fusi mëngjes let, 4 qofte 2 biftek. Edhe nga i dobi raki për çdo qofte. E në masani mor Amarildon për ta çu për ta marrë nga shkolla. Interesante. Ju lutem. Më fal se harrova një detaj, se kët e kam gangrenë, domethënë se më shqetësoj gjithmonë ngritja në 6 mjezit. Ngrihem është myth. Më shqetëso kjo ngritja mëngjes, se me thon drejtën, sa ngrihem mëngjes unë duhet me i futi të rraf me të shkëlqyme Bedrijes. Masani flej, po është diçka që nuk zgjat më shumë se gjysore, më kupton? Kështu, kjo A ka lidhje kjo me ditën tuaj ideale, zonjë? Sigurisht ka lidhje se trafme në hajun, kupton? Interesante. Zgjon në mëngjes në mbrojyjet. Interesante. Tash se zgjohesh me afshin tim. Po pastaj? Pastaj më fut një traf me këtë 3 herë në ditë, se 2 trafme nuk të bëjnë keq, 2 të hongme të fryjnë, kupton thot ai. Interesante Ledio. Do kalojmë një herë tek pyetjet quiz. Do kalojmë një herë tek pyetjet quiz. A bëni seks tresh? Sigurisht, e bëjmë me Baçin bashk. Tresh. Juve bëni seks tresh? O, ti, unë se di çao ky seksi tresh, unë kam qenë i vogël, kam pas lut gur tresh shumë, me thon drejtën. Kena pas lut edhe dam. Okej, pyetje tjetër. A bëni seks në frigorifer? Tash i varet më burr se këto frigoriferët e funit janë edhe pa kondicioner, më kupton? Me thon drejtën oj çik problem. Dakor, pyetje. A ju pëlqen meshkujt? Jo. Ju pëlqen agrollaka? Po. A pëlqen agrollaka, jo? Po Ledio, të pëlqen Ledio? Po patjetër, kush është Ledio, ja, është interesante Ledio. Është çe kthen kokën ti më. Ledio është regjia.
Pyetje e fundit sepse do t'iki se kam punë. A do lëpinit një vesh me zboks? Urdhë? Një vesh me zboks do ta lëpinit? Po të ishte i Sali Berishës, po! Do ta Pyetje e fundit. Po veshin tim do ta lëpinit veshin tim? Veshin tënd? Po, ma! O, jo, Ledjo, mbyllë, Ledjo! Ledjo, mbyllë! Më ndajmë! Hajde më këtu!